Kujt i takon shërbimi i gjërave që kanë të bëjnë me shtëpinë, me familjen. Se bashkëshortja duhet t'i bëj punët e shtëpisë, t'i bëjnë gjërat së bashku. Ti pse merresh me gjitha ato punë, po ju ndajni punët bashkë, të lajnë të pastrojnë gjërat e shtëpisë. Burri edhe gruaja. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndihmuar bashkëshortes. A është e vërtet? Është e vërtet. A doni t'ju tregoj për një gjë e cila është më e mirë se shërbetorja? إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall vazhdojmë së bashku në hijen e temave të cilat kanë të bëjnë me një çështje të rëndësishme, me një çështje në të cilën jeton besimtari, kalon ditë të tëra, kalon vite të tëra dhe ka mundësi të jeton në atë mënyrë që Allahu është i kënaqur apo në atë mënyrë që Allahu është i hidhëruar. Për të jetuar në atë mënyrë që Allahu azza wa jall e kërkon prej neve, besimtari duhet t'i ketë parasysh argumentet e fesë Allahut azza wa jall, çka na thot Allahu, çka na thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë temë. Jemi së bashku në kapitullin e martesës, ku kemi ecur hap pas hapi, temë pas teme, derisa kemi arritur në jetën martesore, në jetën bashkëshortore, ku bashkëshorti duhet t'i ketë parasysh disa gjëra dhe gjithashtu bashkëshortja duhet t'i ketë parasysh disa gjëra në mënyrë që jeta e tyre të jetë e lumtur, të ketë harmoni, të ketë respekt dhe të funksionon në atë mënyrë e cila kërkohet. Kemi përmendur disa çështje, disa pika të rëndësishme që i takojnë dhe që janë nga haku i bashkëshortit. Është hak, është e drejtë e bashkëshortit që gruaja e ka ndaj tij. Duhet ta respekton atë, duhet ta dëgjon atë e kështu me radhë, derisa kemi përmendur që shpërblimi i madh është i asaj gruaje e cila e respekton burrin e saj. Përveç pikave që janë përmendur, gjithashtu është me rëndësi që të dimë çfarë i takon bashkëshortit nga haku i tij prej bashkëshortes së tij. Gjithashtu nuk lejohet të del gruaja nga shtëpia e saj pa lejen e burrit të saj. Gruaja për të dalur nga shtëpia, përveç në raste të caktuara të afërta që burri bashkëshorti vetëm se është dakord, në raste tjera gruaja nuk duhet të del nga shtëpia në ndonjë udhtim, në ndonjë gjë tjetër, përveç se me lejen e bashkëshortit, dhe bashkëshorti e ka obligim që ta di ku është bashkëshortja e tij dhe mos të mendon që ajo është në shtëpi, ajo është dikun tjetër dhe ai nuk e ka parasysh fare një gjë të tillë, pra gruaja duhet të merr leje. Gjithashtu duhet të merr leje për agjërimin e saj nafile, vullnetare, nëse bashkëshorti i saj është në vendin e tij, në vendlindje apo në atë dheun ku i jeton ai. Gruaja, bashkëshortja duhet të merr
leje, nëse don të agjeron agjërim nafile, agjërim vullnetar. Në Ramazan, në agjërimin farz obligim, nuk bëhet fjalë dhe nuk merr njeriu leje nga askush. Mirë po dëshiron të agjeron agjërim vullnetar, atëherë për këtë duhet të merr leje, duhet të jetë dakord bashkëshorti i saj. Gjithashtu nuk duhet të shpenzon bashkëshortja nga pasuria e burrit përveç se me lejen e tij. Apo përveç nëse bashkëshorti ja ka dhënë një të drejtë, një leje të caktuar për në raste të caktuara. Përndryshe, të merr bashkëshortja nga pasuria e burrit dhe të shpenzon ku të dëshiron, pa lejen dhe pa dijen e bashkëshortit, një gjë e tillë nuk është në rregull dhe nuk lejohet. Gjithashtu, është nga gjërat që i takojnë bashkëshortes e që sot ngritet pluhur i madh në kohën në të cilën jetojmë, shërbimi i bashkëshortes ndaj bashkëshortit, ndaj familjes së tij. Sot diskutohet shumë dhe sot njerëzit flasin dhe sot ngriten të drejta të caktuara që njerëz të caktuar me arsye apo me prapavi tjetër mundohen që këto gjëra t'i përplasin ndërmjet dy të martuarve. Kujt i takon shërbimi i gjërave që kanë të bëjnë me shtëpinë, me familjen? Po pse bashkëshortja duhet t'i bëj punët e shtëpisë? Pse ajo duhet t'i shërbej burrit? Pse ajo duhet t'i bëjnë gjërat së bashku? Dhe atëherë të bëjnë buk burri edhe gruaja, të lajnë të pastrojnë gjërat e shtëpisë, burri edhe gruaja, t'i bëjnë gjërat, t'i bëjnë punët të dy së bashku, po pse jo? Dhe në këto raste e shet që pastaj kur jepet një të drejtë njërës palë, që ndoshta nuk i takon, pastaj fillojnë përplasjet, fillojnë problemet dhe prishet harmonia, prishet lumturia. Gjatë gjithë historisë islame, sidomos, punët, obligimet, angazhimet kanë qenë të ndara. Në çfarë mënyre? Punët që janë brenda shtëpisë i kanë takuar gruas. Punët të cilat janë obligimet, angazhimet që janë jashtë shtëpisë i kanë takuar burrit. Mirë, po sot janë ngatruar gjëra deri në atë shkallë sa që ka probleme dhe probleme të vazhdueshme që i çojnë njerëzit deri në ndarje. Dhe ne raste të tilla kemi shumë probleme të vazhdueshme. Për çfarë arsye? Nga se nuk janë të qarta gjërat. Nuk ka mirëkuptim në mesin e dy bashkëshortëve. Secili kërkon më shumë se sa i takon atij, ndërsa është shumë e qartë dhe shumë e lehtë. Shikoje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si është jetuar. Shikoje në kohën e sahabeve, shikoje në gjithë historinë islame dhe si jetohet sot. Punët të cilat janë brenda në shtëpi, zakonisht ju takojnë grave. Ndodh ndonjëherë dhe nuk ka ndonjë problem që burri t'i ndihmon bashkëshortes, burri t'i lehtëson bashkëshortes, burri t'i zgjat dorën bashkëshortes. Mirë po, punët e shtëpisë kujt i takojnë? Punët e shtëpisë ju takojnë grave. Ushqimi, pastrimi, veshjet, hekurosjet, shtëpia e kështu me radhë, të gjitha këto ju takojnë grave. E punët jashtë, obligimet, angazhimet, ndërtimet dhe çdo gjë punë të mëdha apo të vogla në përgjithësi jashtë ju takojnë burrave. Dhe kjo ka qenë e qartë edhe më herët edhe më vonë. Mirë, po kur fillojnë të tjerët të na servojnë gjëra tjera, mundohen të na imponojnë dhe pastaj kur tonët, kur besimtarët marrin prej tyre dhe kërkojnë ndryshimin e atyre që janë gjëra të qarta. Dhe pastaj dikush gjithë këtë mundohet të ambulon edhe me petkun islam, duke thonë që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndihmuar bashkëshortes. A është e vërtet? Është e vërtet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndihmuar bashkëshortes.
Ndoshta në çështje familjare, në çështje shtëpiake, në çështje që ka të bëj me punët të cilat zakonisht i bajnë gratë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndihmuar, mirë po kjo nuk ka qenë puna e tij. Mirë po ky nuk ka qenë obligimi, angazhimi i tij, po ndonjëherë, her pas here, në rastet të nevojshme, nuk shkakton asnjë lloj problemi. Mirë po, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i madhi në mesin e njerëzve në gjitha aspektet. Ai ka qenë në xhami, ai ka qenë në shtëpi, ai ka qenë në popull, ai ka qenë në problemet e tyre, ai ka qenë i pari i tyre në luftë, ai ka qenë i pari i tyre në çdo aspekt. Dhe nuk është marrur me gjërat e shtëpisë që ju takojnë grave, përveç se në ndonjë rast për t'ia zgjatur dorën, për ta ndihmuar, për ta lecuar, apo për ta përjetuar atë harmoninë më të afër dhe të ngrohtë familjare ndërmjet burrit edhe gruas. E kush i ka bë punët në atë kohë? Kush e ka përgatit ushqimin? Kush e ka përgatit çdo gjë që i takon shtëpisë? Kush e ka bë pastrimin? Kush i ka rregulluar gjërat? E keni parasysh që Fatimeja radiallahu anha, vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkoi dhe u ankua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, u ankua për çfarë? Për duart, të cilat kanë dhimbje nga punët e mëdha të cilat i ban Fatimeja në shtëpinë e saj. Për çdo ditë punë vazhdimisht. Çfarë punë? Punët që i takojnë asaj, punët që ju takojnë grave. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i tha: "Ti pse merresh me gjitha ato punë, po ju ndajni punët bashkë, gjysat ti, gjysat Aliu." Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i angarkoi disa gjëra Aliu që ndoshta nuk i takojnë. Fatimeja u ankua dhe kërkoi që të merr një shërbetore që ndoshta do t'i ndihmon asaj në punët e shtëpisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "A doni t'ju tregoj për një gjë e cila është më e mirë se shërbetorja?" Than: "Po ja Rasulullah." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Thoni në çdo mbrëmje para gjumit, thoni 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu Akbar." Bane këtë dhikër në mbrëmje para gjumit, Allahu do të jep fuqi edhe do t'ju ndihmon më shumë se sa ka mundësi të ju ndihmon një shërbetore në punët e shtëpisë. Andaj është mirë edhe burri, edhe gruaja, besimtari dhe besimtarja, kur të bie të pushon, kur të banë dhikrin e gjumit në mesin e gjitha atyre, 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu Akbar. Ky është nga dhikri që i takon besimtarit dhe besimtares para gjumit të tyre. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi, e porositi, e mësoi, mirë po megjithatë në fund ato punët e shtëpisë i takojnë grave. Esma radiallahu anha, vajza e Ebu Bekrit radiallahu anhu, bashkëshortja e Zubair bin Awamit radiallahu anhu. Esma radiallahu anhu, radiallahu anha, tregoj për punët e saj, për obligimet e saj, derisa tha përveç ushqimit, përveç pastërtisë, përveç gjitha gjërave që ju takojnë grave në shtëpi, kam dalur dhe jam kujdesur edhe për kalin e Zubair bin Awamit. Zubairi nuk kishte shumë pasuri, mirë po e kishte një kali edhe një deve. Për atë kalin e ti, unë jam kujdesur. Kam dalë, kam pastruar, e kam ushqyer, jam kujdesur për kënd, edhe për kafshën që ka Zubairi bin Awami në shtëpinë e tij, dhe jam kujdesur për ushqimin e tyre dhe i kam bart hurmat në kokë deri në tokën e Zubairi bin Awamit, i kam pruar, i kam kthyer, i kam bart në shtëpi, i kam mbajt në kokë. Vendi nga shtëpia e Zubairi bin Awamit deri te toka e tyre ku i kishin hurmat bereqetet ishte afërsisht 3 deri në 4 kilometra.
Paramendojeni. Këto punë janë bë edhe në atë kohë edhe deri vonë. Gratë, nana tona, gjyshet tona kanë pas punë të mdhaja dhe të shumta, ngarkesë të madhe, me një përgjegjësi të madhe, me nzi se ju kanë dalë në fund. Dhe sot sa janë lehtësuar punët e grave. Punët e grave dhe punët e burrave, mirë po sa do të gjesh ankesa në ato punë që janë lehtësuar. Esmaja radiallahu anha tha, i kanë bartë në kokë ato bërthamat e hurmave 3 deri në 4 kilometra prej atje deri në shtëpi dhe atë duke udhëtuar në kamb. Derisa erdhi momenti që Ebu Bekri radiallahu anhu i asolli asaj një shërbetore që t'i lehtëson jetën vajzës së tij Esmas radiallahu anha. I asolli një shërbetore, tha Esmaja, punën më të vështire kam pas kujdesin edhe për kafshët e Zubair bin Awamit në momentin që shërbetorja mu duk si kur kam qenë rob dhe jam liruar. Jam liruar nga disa punë, jam liruar nga disa obligime, andaj ju lehtësua gjendja. Mirë po të gjitha këto punë janë bën nga gratë, andaj ka qenë e qartë dhe është e qartë, punët e brendshme, familjare, të shtëpisë ju takojnë grave. Punët, obligimet, angazhimet e randa të mdhaja të jashtme ju takojnë burrave. Në raste të caktuara ka mundësi që gjërat të ndryshohen, mirë po në formë të përgjithshme një gjë e tillë është si rregull që secili t'i ketë parasysh të drejtat e tij dhe në mënyrë që mos të ketë probleme, mos të ketë përplasje, secili e di vendin e vet dhe kështu krijohet lumturia, harmonia familjare, duke mos kërkuar asnjëra palë atë që nuk i takon. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na jep të gjithëve në familje tona, të na jep harmoni, të na jep lumturi, të na jep jetë islame dhe të na mundson që të jetojmë ashtu si Allahu është i kënaqur. E lutim Allahun Azza wa Jall nga fjalët që i dëgjojmë të marrim mësim edhe t'i praktikojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.